Hey guys, më kanë revjusat se më kanë që të nuk isha dollë. Në ftyrë kam mask, flokëve ju kom qit vaj, edhe një mask se më kanë tërë shumë. Edhe që ta tha janë të do kësi si... Kom blej do sanet ju ka dhe që kom blej në DM, se po do më janë me nëreq tajt vetë, se më falë për qitë hamam, falë një shpreje, 25 euro, no. So, mas mori kom blej do keksa, edhe pse normal që janë këtu për thaj. Kështë të zane më kanë kushtu 30 euro më duket. E kom blej një qisi cleaner, nuk e di ashtë e ramëseshme në është të mëj me përdorat si tanë, po e kom blej një lim, thash me blej një ase drill, abeden, të drill the nails off. Tani e kom blej një qisi për me bo french, për të më rritën pagës, me penel, me brush këto, edhe me këtë farë hejprin. Tani e kom blej qiton, për me i shty, edhe cuticles, e këto për me i prej. Këtë kom këqyr me i blej sanet, do sakita, kom këqyr me i blej sanet që janë të ripërdashme. Okej, një Red Bull, që se kom blej në DM, po najse. E kom blej qitë primer prej Neo Nail, që kjo është top coat prej Essences, që kjo është do më thonë base coat, që ta du të me qitë dytën, masi ta qas primer. E që kjo edhe pse dhe ishta një pink, që i kom pas i rest kalione, për nuk ish pas, kështë që e mora që ta qilit. Oh, no, shumë cute. No, që kjo është perfekt. Më nështë i du të mi u qitë tajve 3-4 herë në gjyrë, që me mujtë me marë në gjyrë. Edhe nesër kam shku në action me blini UV light, që me i pjek thajt. Edhe kam janis me i bo kejt sanët të shpia ty, vëse dy qysh vish për këqyrin me vjedh. That's it, shpresoj që ju ka pëlqy. Nëse keni ndonjë tip, qysh me i bo thajt ma mirë, ma lirë, ma better at home, ju lutem më tregoni. Poq!